Likov, 21 punësime, qerdhja të cilën u falëm mundësin të fotografojnë. Në Haraqin, 17 punësime. Në Qair Fidani, 12 punësime. Qair Snezhana, 6 punësime. Gostivar, 10 punësime. Kërqov, 6 punësime. Struk, 5 punësime. Tetov, mbi 25 punësime. Këto janë numrat e përfaqësimit të 10 punësimeve të shqiptarve, të cilët janë bërë kohët e fundit në për qerdhet. Sa i takon sërish përfaqësimit shqiptarve, unë mendoj se do të duhet të thirrni ndjenjës së përgjegjësisë dhe t'u jepni përgjigje edhe shqiptarëve edhe opinionit gjerë se pse i lat qerdhet të pa hapura dhe pa punësime dhe gjithë ato edukatore dhe përkthelse të cilat punojnë në përqerdhe mos pajisen me certifikata.